Jona Canellari është një nga nxënëset e drejtimit veterinari në Shkollën Profesionale Shërbime në Korçë, e cila flet me pasion për zgjedhjen që ka bërë. E rritur në një familje ku prania e kafshëve është pjesë e përditshmërisë. Jona thot se arsimi profesional i dha mundësinë jo vetëm të mësoj më shumë mbi kujdesin ndaj tyre, por edhe të përgatitet për një profesion të vlefshëm dhe të kërkuar. Unë kam zgjedhur këtë drejtim sepse unë jam në një familje ku ne kemi kafshë, edhe aty do me thënë nevoja për kafshët më shumë që për të ndihmuar, për të shëruar. Edhe më pas kam dëgjuar për këtë shkollë, edhe thash pse jo mos e provoj dhe unë. Edhe jam shumë e lumtur që e kam zgjedhur sepse këtu kam mësuar shumë gjëra. Jona është një nga shumë të rinjt që po ndjekin praktikat profesionale pranë bazës prodhuese të shkollës, ku nën kujdesin e mësuesve dhe specialistëve përfiton aftësi të rëndësishme për të ardhmen. Për të arsimi profesional është një rrugë e sigurt drejt punësimit. Jona u bën thirrje të rinjve të zgjedhin arsimin profesional si një mundësi konkrete për të ardhmen. Është ndryshe, domethënë se në gjimnaz mund ta mbarosh, kurse këtu ke një diplomë në fund të fundit edhe merr shumë njohuri për të cilat një ditë do të shërbejnë, qoftë në një mënyrë apo në një tjetër. Unë ju bëj thirrje të gjithë klasave të nënta që të zgjedhin arsimin profesional, sepse nesër pas nesër do dalin në tregun e punës 100 herë më mirë se ata që kanë gjimnazin. Aktualisht janë rreth 90 nxënës që ndjekin studimet për veterinari në këtë shkollë. Rasti i Jonës tregon qartë se kur pasioni takohet me mundësinë, krijohen baza të forta për një të ardhme të suksesshme.